banor! Sot për të bërë kapiteni i shtëpis, duhet të provoni diçka që kërkon guxim, shpejtësi dhe stomak të fortë. Në gaming ndodhen 2 tasa. Njeri përmban salës dhe 10 karkalica, ndërsa tjetri është bosh. Detyra juaj, duhet të transferoni 10 karkalicat nga tasi me salës tek tasi bosh. Vetëm me gotë, pa përdorur duar, do me thonë kitë kryt kina me shtim rana në gotë. Regullat. Regullat, duar duhet të qëndrojnë pas shpinës. Urdhno? Me goj kina mi marë. Edhe kina mi transferu të gota tjetër bosh. Regullat, duar duhet të qëndrojnë pas shpinët gjatë gjithë kohës, nuk lejohet të shtyni tasin me kokë apo trop, çdo karkalet që bie jashtë nuk numërohet, përdorimi i duarve skualifikim. Fiton banori që i kalon të 10 karkalicat më shpejt duke respektuar regullat. Fituesi shpallët kapiteni i ri i shtëpis. Po, janë me salës, edhe kina me i marë, kina me i fut, cili o ma i shpejt fiton. Yes, edhe kitë kina mu përly. Cili o ma i shpejt fiton, kina me najt kej që shto ullën, me gong kina me hi. Ki me kap e ludo më së më shtini 100 herë. Ki me kap që shto, edhe ki me qitë tjetra. A mu do të shumë shpejt me ba. E qëfar karkaletës, shka në ato karkaletës, që shdoken? Një ka një se cili kina me hi. Me goj. Me goj bezamër kina me kap. Një ka një po në gaming. Të shpejt. Banori i parë, tapeti i labit. A pe kupton nuk e? Unë filloj. Jo, a pe kupton? Po. A pe kupton e? Dukosim turin në saj. Po. Njeri përmban salt dhe 10 karkalica, ndërsa tjetri bosh. Do me thonë, veç kina mi transferu sa ma shpejt. Karkalica deti apo karkalica? A, Hygi, mos bë kësi pytje të lutem, se nuk e di. Labi do të bëj hygi për labi, se hygi është bë tani tapeti labi. Thjesht e di një sanë që kina mu përly krejt. Përmoj krevati labi. Pasi labi përmoj organin. Si të bjen gongo, kina me shku me ren, që shjena ludo, të janë si pare, edhe shkujna me ren. Po ta shu se alë basë ti. Ok. Organ gjenital, kuklën e vajzës tënde emocionale.